si të vetë si shkoj, I kom shritën 10 bika, në kohë I kom marrë 3 mjera, pe 1 bikit, ato pare janë. Qysh ka mundësi 3.000 euro një lup? Qa ka ajo lup? A vjen me dukat, a vjen... Jo, nuk vjen me dukat. Pse mas mja shrit ati 3.000, jo 3.000, po mja shrit 5.000. Po edhe ma shtrajt bëli. Për hesapin tem edhe ma shtrajt dohet mja leon atina se si mund mi maj. Si mund mi maj, se ka tonë gjithdo I njoni mund mi maj 2-3. Po se man as një. Pse nuk do gruja? Nuk do gruja. Misi si do gruja që shka mi majtaj. Që starqin ka kushtu 50.000 euro, nuk më duket interesant sa lup. Jo mi knosin në vend teme. Nuk I jesin djalit 1.000 euro. Në Gjermani ka grun, I ka 2.000, e ka kerrin. Ka mi pagu banesën, ka mi pagu bërlogën, ka mi pagu rrymen, unë vend huj nuk I jesin 1.000 euro. Çdo muj 5.000 euro të poqa, nuk ishte... Si merë 5.000 euro të poqa. Nese I kisha marrë, a 5 më këshin të I menën. Jo mi knosin jo një herë, po 100.000 herë jo mi knosin se jetojnë këton. 2 djemë të mallën e kom në Gjermani, të voglin e kom në Itali. Aty në jashtetit mirë ju shkën, po unë jam më I knosin me këta 2 këtu. Këta në Kosovë fitojnë ma shumë se ata? Ufa! Ma shumë se fitojnë, se këta një shpisit e morën e krynë për 4-5 ditë, një javë morën, 5.000 euro, 6.000 euro, 7.000 euro I morën. Poqa. Edhe punën punë vetë kur dojnë, që ta shumë mi thjën telefon, hajde se e kom një problem. Aj ku të bënë të 10 dakika më vjetë që të beker. E aj për Gjermani e që shumë vjenë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si po kalon? Mirë. Qysh po kalon qypi? Mirë kaloj, si në katon mo. Na kalum këtej se sot e patëm të renin, do me thë ka qypeva dhe të pom me lop, me gjona. Qysh po kalon, qysh po I? Mirë, nuk jom gjo kundra bujqësis. Jo, absolutisht, pse me kon kundra nuk jom gjo kundra, as nuk jom gjo kundra si jom katon. Jetoj shumë mirë, jetoj në kushtet mija, pse ju. Edhe po m'vjen shumë mirë edhe pas ke gëgja shumë lop, sa lop I ki? Jonë, qëtu jonë një 24-5 cuka, do të më. Do me thonë, gëgja shumë, e pas ke një firmë të thëmë. Po, një firmë, si thëjnë Zvicrant, një firmë mini më. Mini firmë. E apo mund është më kujdes për të? Po, kujdesna, unë kujdesna vetë për tu, edhe gruja sa të më një bënë. 2 djemë të mallën e kom në Gjermani, 2 voglin e kom në Itali, 2 kom si esim sot dhe fasada, mirën me punë veta. Do me thot 2 ki në Kosovë, 2 jashtë shtetit. E qysh pi shkën aty në jashtë shtetit? Aty në jashtë shtetit mirë ju shkën, po unë jem ma I knosin me këta 2 këtu. Ma I knosin me këta 2, pse? Se këta vinë në këshëm, edhe mas mi po këta 2 në këshëm, mu dishka më duket një absolut shumë e ronë duket. Se prindi gjithë kujdeset për mine vetë. Pa diskutim edhe kur ishe në shpit, ta mbushin zemrën plot. Normal. Një pa mesa besoj. Po, djali madhe ka 2 qika. Vojza a ki just? Ja, vojza nuk ka. Vetëm djemë. Do me thonë një pa mesa, po jetën mirë, po nusja me të një mu, do me thonë më kujdes për lapt, po. Qysh po duket jeta këtë më fshat? Jeta në fshat shumë më bukur më duket. Mos më konon unë I kom mundësit me dalë sheher. Se djemë 2 ata punojnë jashtë, këta 2 punojnë edhe ma shumë se kur ata 2 jashtë. Edhe po thu, fitojnë ashta ma shumë se ata jashtë? Po shumë. Shumë fitojnë ma shumë. Shumë, jo pak po shumë fitojnë ma shumë. Këta në Kosovë fitojnë ma shumë se ata? Ufa! Hajde lëvizim pak. E qysh po ka mundësi se për shembull tash se cili polak mën me shku në Mërgjem? Po. Qysh pas ka mundësi që këta 2 djemë që I pas ke këtu në Kosovë, po fitoj kanë ma shumë se ata? Ma shumë fitojnë. Ma shumë se fitojnë, se këta një shpisit e morën e krynë për 4-5 ditë, një javë morën e krynë, edhe I morën 5.000 euro, 6.000 euro, 7.000 euro I morën. Poqa. Për ma pak se një javë. Edhe punën punë vetë kur dojnë, që ta shumë mi thjën telefon, hajde se e kom një problem. Shembull. Aj ku të bënë të 10 dakika më vjetë që të beker. Edhe pa diskutim që... E aj për Gjermani e që shumë vjenë. Pa diskutim që ma mirë është me ne... Po, ju mi knoqën, edhe me ata 2 jashtë mi knoqën. Po, pa diskutim. Edhe me këta 2, po nuk o punët e fitimi, po jëm I knoqën si në çdo akşam I kom ofër. A janë të martun këta? Ju, si janë të martun. Jo, halos i kanë martun, si pas ke reja të shpepe. Ja, nuk I kom reja të shpia. Ta është I napi shumë, dhe me thoni pas ke afrë 25-6 lupa, edhe pa diskutim që dojnë shumë kujdes. Dojnë kujdes? Apo më në shmeja dojnë? Po, moj me jetunën si begi,
se si që të vetë si shkoj, Po. i kom shritën 10 bika, mo 2 që i kom pas ka 600, ofër 700 që ti në koj, kom marrë 3 mjera, pe një bikit. Ato pare janë. Pa diskut. 10 copa, hajtë, li kom shpenzunën ka 500 euro në ta, s'kom shpenzu ma shumë. Edhe i kështi pare të Edhe i këti pare në gjep, edhe i më konë punë teme. Në vend tënë, Po. qëro, ju, Ja, hargjimet mdoja, ju, absolutisht. në vendin ku je lindë dhe ke rritë, po thamë shtu. Jo mi knoqën unë, jo mi knoqën jo një herë, po 100.000 herë jo mi knoqën se jetojnë katon. Fshat. E tash ti, Baca Hamet, hej televizin, pak tash pesha dhe ti që njerës për larguen prej katuneve. Edhe njëve nga ka ro me vizitu shumë katune dhe janë be, do me thonë, braktisu në fshatrat e Kosovës. Po? Disa do me thonë po lakmujnë me dalë në qytet, disa tjerë në mërgjem, qëfar mendimi kiti për këtë pjesë dhe sa edhe mshme është për ty kër i shef shatin kështu të bëshatisën? Unë nuk jo mi knoqën me atë. Unë jo mi knoqën këtu me kom. Se tash lidhë bisedën, djalin e madhe kom pasën pa letra në herë, më ka pas punu në 6-7 vjetë në Austri, vjenë. Po. Edhe a këthy këtu s'mujti mi bon letrat, i thash re këtu me babën, thash mirëm me buci, po nuk e danë. Edhe jo si pa e akuzoj djalin tem, po përgjësi nuk e dujnë. Po tash varet të sistemi njerëzve, që këta dy, që tash letrat me bon të gasme, këta nuk shujnë as në Gjermani, as në Zvicër. Ka dy që i kinë kësë. Po pse po mendon ti që nuk pedojnë as pjesën e bujqësisë dhe bregtorisë? Shumë interesant, shumë interesant. Është Të rrit vish këshyrin më tërhek, më tërhek. Tash dorën zemër nuk po e lojnë katunin, do me thonë pjesa ma e madhe nuk po e lojnë katunin për shkak nështë mu shkollu ose diçka, po me ikë mërgjem. Me ikë mërgjem e kanë. A din nuk po i braktisim shatrat për shkollim ose diçka që nështë ta qënë për para, po për punë tjera, edhe nështë ta për një jetis ma të mirë. Ikin të rritë edhe ikin në bazë tash martohet, gruja ka qef me jetunën me qatë burë vetin, me qatë hatë një vetë. Nuk ka qef me bonën as gjyshës, as babgjyshit me bon hizmet. Po ka qef me jetunën me qatë burë vetin, me qatë hatë një vetë. E Baca Hamet pëse me ndonë që ka ardhë kjo ditë nështë që jo veç, nuk po flasë veç për gratë, po nështë kështu në përgjësi nuk jem të e respektu edhe të e dash një tjetrin sa duhet. Hajde vazhdojmë pak më lartë. Pse me ndonë që kina arë në këtë ditë, për shkak se më herët janë kohët ma ndryshe. Kohët janë ma ndryshe. Me pas arti para lufte, para 30 vjetë, nuk i kishe pa këtë fush me pas kon vera, se tash unë mirë në adin me tuhe se nuk i kishe pa në 20 cupa van, 30 cupa van që atje, 100 cupa lep që ka, kishe pas rini, kishe pas tash s'ka. Që tash jenë 500 ushit të shko, ku të ka dzoha shpinë atje, nuk i 28 kërkon. E vërtet, po. Edhe gjithë verën rri, dalë henat pjesën këtë pjesë, nuk ishe kërkon e që s'ka të ri. Po janë rinjas, Gjermania. E rritëm djalin, edhe ja qojmë Gjermonit gachëm për punë atje. Po kjo është shumë e dhemshme për shkak se do me thonë kena luftu, kena derë gjak për qëtë liri edhe sot nuk po e shijojmë, po ikim. Po ikim, ma më mirë, so mirë. Po qa pishten trit, po jo veç trit, do me thonë, po gjitha moshat me braktis kështu Kosovën. Qka po me ndonë ti që po i? Gjithë kush atë mendimin e vetë, po unë nuk imi konë kënoqen, kur si më konë kënoqen, se dy vlazit i kom në Austri, ku mujtë më shku edhe me këshin boletat edhe ku mujtë më shku me jetu me dhu atje. Po nuk im konë kënoqen. S'm ka pëlqy. Im konë si turist, kom ne 10 ditë, javë, s'm ka pëlqy. Edhe asë njëherë nuk e pos plane, as dëshirë, me dalë edhe me jetu. Qitar me bo letrat, nuk shoj. Letrat e gasme me po, ma i knoqen një me jetu me lep që tu, su ku më shku në atje, më ndokët diçka punë. As me thonë, i merë gjdo muj 5.000 euro të poqa, nuk ishe... Si merë 5.000 euro të poqa. Si merë, po pi bje fjolla, nëse e kishe posë... Nëse i kisha marrë, a 5 ma këshin të i menën. A 5 nuk ma këshin të i menën. Hajde vazhdojnë apo? A 5 nuk ma këshin të i menën hesi, absolutisht. Prap, do me thonë se kishe lëshu që... Prap nuk e kishë në qu venin tem. Prap se kishë në qu. Ka fshatra ma të njëra tash. Pa diskutim, po na po flasim për qypive në sot edhe për jetesën tonë këto. Po, apo na folë se unë e di që ki shumë dashni, do me thonë për lukë. Po. Se ti i mbon për qef. Po i moj për qef, hobi e kom. Po, hobi edhe e ke kombinu kështu pasionin, biznesin, edhe
ke bo një kombinim shumë të mirë dhe se pe e ka një jetën shumë mirë. Na folëm pak edhe pas kamerave, na tregove që ti fatmirësisht e bën një jetë shumë të mirë. Po, shumë të lumtur. Për shkak se i ki 4 djemë, 2 i ki këtu në Kosovë që merren me ndërtimtari. E ka një rrugë shumë të mirë edhe shumë atë mirë sa ata dy nështë që jetojnë në mërkim. Edhe ti më the, unë e kam që 750.000 euro, po nuk më knoq që 750.000 eurove që shumë knoq kërë më pjellë një lukë. Qashtë? Që shtu më the? Po e vërteta. Edhe nuk e më haj heq atë punë. Shumë e vërteta. Do me thonë, nuk të knoq, pe thonë kështu luksi, që shtë knoqin... Jo, së më knoq luksi, heq, së më knoq luksi. Nuk më knoq luksi, e kom pick-upin e bërë, e kom Audin 3.000 kubik, e kom qestaqin 3.000 kubik, ka kushtu 50.000 euro, nuk më duket interesant sa ljup. Edhe po më vjen shumë mirë që po i njën është ta këtë fjallë, tashën e po du me të ngacmu pak. Që shtoqin a e blejte ti me lup, a ta blejte në fëmija? A bashkrejt? Ja, budgetin e kam pare të dërzën të baba. Do me thonë kejtë fëmija të dërzojnë pare ty. Edhe po besej ma marë kështë. Normal. Ata i kanë si paguajnë punëtorët, paguajnë me hamër, paguajnë ato paret asi, po kryesisht ato shka t'jën të pricën dërzën të baba. Edhe po më vjen mirë që nështë ta, hajde vazhdojnë a shkujna pak se na e kënë lupt. Nusja, ka problem kështu pjesën e blegtorisë? Jo, absolutisht. Hiç se ka problem, as nuk ka thonë kohë. Hiç, absolutisht. Po ku merresh ti me këtë pjesë? Unë i morë para lufte, i morë edhe mas lufte me tu. Do me thonë, ti ke këgja i mëqëm, pe thonë kështu në këtë lami. Po, këgja i mëqëm. Edhe ja ke morë dore në krejt, po tash ti pishe edhe çmimet që shposillen të lopëve, të viçave, të produkteve të bylmetit, tani mande edhe ushqimi i kafshëve. Ushqimin e kafshëve ka vetëm ai zoti se ka sa dush. Ushqim. E vërtet se kanë mbet tokat. Botal. Që, a jem që të pjesi tu? Botal. E vërtet. Edhe ki, bari, ki... Sa dun, sa dun. Po prap kam dëgju do me thonë që 5 euro po vëni duja, po? Po, bon se kanë punu. Unë i kom ponën në 4-5 mijë duj i kom rezervu unën. Për mu nuk o probleme e punë. Kush nuk ka desh me punu, se ka desh zhegin, tash edhe të fteftit me tash me ble 5 euro një dukë, son. Produktet e bylmetit, a shet diçka qëmsht, hedi shkën atë nuk? Nuk kom... Do me thonë ma shumë i mbojnë për... I moj për hobi, edhe nuk kom fitim ma shumë. Nuk moj ma rritë, se nuk e... Ta shte unë e mirëna me tu, gru jam një mënë, po nuk du me mjët gru në temë. Mi mënu, shka nuk e takën atë mund, po mesataren. Sa po bën një lopë, Baca Ahmet? Po bën një lopë 2.500, 3.000. Dhejnë 3.000 euro, do me thonë një lopë. Ta Ta shti, unë kam pasë që shtë thashe dhe ma herët, se mena me pjesën e katundeve, blektorisë, bujqësisë. Ta shti, po thoi njerës që shka mundësi 3.000 euro një lopë. Qa ka ajo lopë? A vjen me dukat? Jo, nuk vjen me dukat. Po, ekipi të tajnë atomblin, e kinën gjisën, e ki të nasanet, të bën e veqe, pret viqin për vetëri, të nasanet i vitua. Hedi vazhdojna pak ma zane edhe... Po për gojt e liga që thojnë është 3.000 euro, 3.500. Qa mendimi ki edhe qa i kishtë thonë atyre që flasin do me thonë kështë fjallë që nuk bën një lopa që shtrajt? Nuk bën? Po. Bën edhe ma shtrajt bëli. Për hesapin tem edhe ma shtrajt dohet me alon atina se si mund mi maj. Si mund mi maj, se ka tonë gjitha i njoni mund mi maj 2-3. Po se manas një, pse nuk e dhe gruja? Nuk e dhe gruja? Misi si e dhe gruja që shka mi majtaj? Si e dhe gruja po të? Era ple. Era ple, po edhe unë në shtasi, po e kom venin ku shka i deshi këtë tesha, i veshi tjerat, edhe shka hinë sa thënë. E pse po me ndonë që po i pengon ka shumë era, për tonë kështu era ple njerëzve. Unë kam pas rastin me folje edhe me një infermer tjetër tha, kur të kaloj me lopë, ose i mshelin hunë, tha njerëzit, Po, i mshelin. I pengon qatë shumë era e... Faktikisht që shpa thuti, jo. E pse kina orën që ditë, për shkak se ma herët, nuk ka pos shpinë, ka tonë që s'ka pos lopë, ose dele, ose shpez, shka do shumë. Po sot pse janë me të fshotrat, edhe të bëshatisuna prej njerëzve, po edhe prej kofsh. Si, valla, shka me thonë për modër, nuk jënë ka i delë.
Mendimet? Nuk janë ka i dojnë. Janë ka i dojnë, ka qef burri me konë punë, gruja me pasin punë dikon, me shkunën qatë rrugë, me një kjesë me ardhen, me shpenzu me qëta thmi, edhe me kalu jetën hajë. Më nuk di sa më duket interesant aja punë. Më duket interesant ngatët më qunoje, me këshyrë lupët e qente, pullat e ishte sen. Ka njerëz që e mendojnë që dojnë shumë kujdes këtu. Edhe për qatë arsye në shta dhe si mbojnë për shkak se Nuk duhen. Dojnë kujdes, mi ndaj të nditën të kryt. Nuk duhen tash kujdes shumë. 2 herë ju qetë nditje edhe herë mbrëmje. Ku nuk i nëshëj heq, ja vërdimisht si nëshëj unë ku hashtirë. Ju qes noje, ju qes edhe ka 1-2, edhe në darkë. S'kemi kujti më morë me tu. E vërtet. Shka? Po çmimet e shtrejta, ta shysh e thash edhe më herët, produktet e Bigmetit janë shtrejtu ekstremisht shumë. Edhe në shtatë lopë 3.000 euro, dikujt mi duket edhe e pabesueshme që është bën një lopë 3.000 euro. 3.000 euro një lopë. Po qa mendimi kiti për këtë pjesë? Se më them më herët unë edhe ma shtrejtja kisha bë. Po edhe ma shtrejtja kisha bë. Pse? Pse se manaj. Se se manaj. E vërtet e ka venin, e ka katunin, e ka... Bon mi mojt. Që mas mjashit ati 3.000, jo 3.000 po mjashit 5.000. Po. Ka interes. Mas interes të shkën në supermarket të shkën. Po fix, tani kur të merë shumë shtet edhe Bigmetin. Zdo sen të unë u bio, aty nuk u bio. E din qa han, e din që shpjo shen edhe... E vërtet, hajde lëvizim pak. Qeshte. Po për fshatin Qypeva, për na fujt pak, a ka pos banor ma shumë ma herët? Ka pos, po ju nërgu. Nuk ju nërgu që shumë, po ju nërgu pak. E ku janë shkua? Janë shku në Klin. Gema, janë shku në Klin? Janë Klin edhe dalin pak. Ju kanë dalin djemë Gjermani, Zvicër, Anena, babë non, a shkon një banesë në Klin, shtëpi. Ti më the asë për Zvicër, shku ljap No. mos kemi njek. No. Mos për dalin asfalt aty. Dalin asfalt e trupujnë e dalin e një. Për jetën mërgjem falem, që se kishe braktis Qypeve në asë për Zvicër, asë për Gjermani, Heq, absolutikisht. Absolutikisht. Do me thonë nuk i kishe lëshu asë një herë. Heq! Heq, asë nuk jemi knoqen heq me shku asë Zvicër, asë Gjermani, asë ka konë. Jemi knoqen në vend të emit. Ma në shumë përshtypje edhe nështë edhe që përndonë edhe me audiencën që jam këtu në Kosovë fitojnë ma shumë. Ma shumë fitojnë. Ma shumë fitojnë. Shumë fitojnë ma shumë. Shumë fitojnë ma shumë. Po qa mendimi kiti për ata që mendojnë që këtë jeta është ma e mirë, dhe më thonë mërgjem, ka ma shumë pare, ma shumë jetes nështë pak ma të mire, krejt, qa mendimi ki për këtë pjesë? A është ashtu, së është ashtu? Që ka pare ma shumë atje? Ka pare tash varet të ekzistenca njerit tonë, qëfar punë e bënë, qëfar... E kom fjallën me të mbet paqa. Paqa nuk ti... Dy djem këtu, dy djem atje. Paqa nuk i jesin djallit 1.000 euro në Gjermani. Ka grun, i ka 2.000, e ka kjerën, ka mi pëgu banesën, ka mi pëgu bërlogën, ka mi pëgu rrymen, unë vend huj nuk i jesin 1.000 euro. Ma the dhe një fjallë, the na bëthmi lufto për këtë lirin. Po, edhe që e ati Gjermanit gachëm. Ti në është ta ki kry shkollën krejt, ki kry përfermere, ti avitin mundësit, e lenë tushën edhe shkën. Shkën, Gjermani. A ho mirë? So mirë. Se ti kur ty e zbraz, dhe kur shkën të mjekë s'ka kur më të tyrë. Edhe një pyetje tjetër për shto komplekset, nështë ta që i kanë njerës mu merë me lopë, me dele, me kështë, që i kështë thonë atyre që kanë komplekse? Tash, varet të krejt të sistemi. Ti më the ma herët që s'pja do gruja, s'pja do naja, po. Nuk ja do gruja. S'ja do djalli, s'ja do qika. Po. Ai vetë. Vetë, më nuk të më kujdesa absolutisht. Edhe për fund, t'ja për edhe një pyetje sa është për gubë, për fund, Baca Hamit, apo na jep një mesazh për këtë ata që shikojnë këtë video? Për këtë... Nuk di shka t'jo thëmë. Na prekëm shumë tema, folëm për jetën katon. Krejt në regull, krejt në regull tash për foli përgjësi, për popull, adin. Varet gjithkush që shikate u raportet. Dikuj si pëlqen është të kjo, edhe dënë, Gjermani. Dikuj nga varet tash krejt, po për ndërtim e për ta nësenet kjo ma mirë, jenë vend tonin, ju kësh në lutë edhe krejt popullit shqiptar, në vend vetin me nejtë. E vërtet se nuk ka ma mirë. S'ka ma mirë. Edhe
Më kujto edhe një pyetje tjetër për shkak se e përmenda shumë edhe nusën tonë, që të ndihmon shumë më kujdes për lutët dhe për to. Çfarë kishte thonë diçka nusës tonë për kësaj video? Një mesazh dhe diçka. Nusja është shumë e lumtur se unë këtu. Edhe ti je shumë e lumtur që e ki besoj. Po normal. Faleminderit. Dashta ka zëllën foto. Është më bukur se ti. Po. Po më vjen mirë që po fol me kaq shumë dashuri. Po, që nuk uli. Unë nuk e respektoj gruan se respektoj kërkonin. Edhe thash porën ku nuk e ty na incizu. Po. Ajo kënaqse me mua unë me ta. Po vjen shumë mirë. Po edhe një pyetje tjetër në lindje, çfarë po mendon për divorcet që po ndodhin mos shumë të mëdha ndoshta ditët e sotme. Ku më prek bashku nuk duhet. Hecën pëlqen mua irne. Hecën pëlqen. Tashti nuk e di, te aja vajza si ke atje, aja më mor mendja si nuk asi. Po nëse ti je pak kuës ma shumë. Po shumë 21 vjeçare. Shumë përpara akonën ka kalunën, e ka nxjerr tezja, ka nxjerr te zaki, ka nxjerr daja, ka garantu dikush. Tash e gjon Prishtinë jo, Prishtinë shkon e lën. Ajo dobësi shumë e madhe. Shumë e madhe ajo dëm. Dikush po thotë që edhe interneti pak na ka... Po, telefoni na ka qitë për të defteri. Telefoni edhe në lindje edhe një pyetje krejt e fundit për digitalizimin, po them edhe kështu rrjetet sociale që kanë marrë dhënë edhe që gjithçka u bë me telefon. Çfarë mendimi ke për këtë pjesë? Vallai. Apo të pëlqen as po të pëlqen? Nuk më pëlqen fort. Jo. Ja. Nuk më pëlqen. Shkak se ma mirë është me dalë, mu taku, me muend me njëri tjetrin se sa me nejt. Ja, janë mbyllë nuk për me nejt. Absolutisht. As nusja nuk do të më ka mbyllë, as burri nuk do të më ka mbyllë. Do të më pas asi po te funit do të më kanë ndvedishëm ata për veti. Ti ke zgjedh fatin ton, nëse djali ka zgjedh fatin e vet, jo tash më bonën, po më pëlqeni një djalë tjetër ose po më pëlqeni çik tjetër. Tash që aty lindin të konfliktet të pamarrëveshja, edhe debatet edhe dahan veti. Edhe ka shumë kësi raste, dhe tash nuk ka pas. Po përsa tha që janë në rritje shumë të madhe, do më thot divorcet në ditë sot. Po, shumë janë të rritje. Pak e dhemshme. Edhe më fëmijë po katastrofë. Kata ani apet. Por që qysh milionën 1.000, 2.000, njona gjithë ka dhimbje ndash baba për e vladë, si thash unë. Unë shka thash edhe pare, një miknaci, ku të vinë akshëm, pi qaj me ata dy djemë të aty. Faleminderit shumë për intervistën e sotme, na të përshëndesim shumë edhe faleminderit, edhe përshëndesoj sa ma shumë sukses në punën tonë. E na miqtë mi dashur, ju përshëndesim bashkë me Bacën Hamet nga Qypeva edhe shihemi prapë në epizodat e radhshme.